Mjeku me urdhër të prerë. Para se ta hani kos, urgjent duhet ta shikoni këtë video. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Kosi, një ushqim që ndodhet pothuajse në çdo frigorifer, ka shumë më tepër se një produkt i thjesht bulmeti. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ai mund të luajë një rol të rëndësishëm në kontrollin e peshqis trupore dhe reduktimin e yndyrës së tepër. Përveç shijes së freskët dhe vlerave ushqyese, kosi ka aftësi të veçantë për të kufizuar kaloritë dhe për të mbajtur urinë në kontroll. Studimet tregon se përbërësit aktiv të kosit ndihmojnë në uljen e ndjesisë së nepsit, veçanërisht për ushqimet të ëmbla. Proteinat që ai përmban ndikojnë drejt për drejt në hormonin e ngopjes, duke ndihmuar trupin të qëndrojë i ngopur për periudha më të gjata. Kjo e bën kosin një zgjedhje ideale për mëngjes ose për një vakt të lehtë gjatë gjithë ditës. Një tjetër efekt i rëndësishëm i kosit lidhet me përmbajtjen e lartë të kalciumit, i cili ndikon në qelizat e yndyrës. Kur kalciumi përthitet nga organizmi, ai sinjalizon qelizat që të ulin prodhimin e kortizolit, hormon që shpesh nxit grumbullimin e dhiambit në trup. Përveç kësaj, aminoacidet që gjenden natyrshëm në kos stimulojnë procesin e djegjes së yndyrës, duke bërë trupin më efikas në përdorimin e rezervave energjetike. Me fjalë të tjera, një gotë kos në ditë mund të ndihmojë trupit të djegë kalori edhe në pushim. Ekspertët këshillojnë që të preferohet kosi me pak yndyrë dhe pa sheqer të shtuar, pasi versionet të ëmbëlsuara apo me fruta artificiale përmbajnë kalori të fshehura që e zbejnë efektin e tij. Kosi natyral mbetet një zgjedhje e shëndetshme, ekonomike dhe e lehtë për të përfshirë në çdo dietë të përditshme. Në fund, specialistët theksojnë se përfitimet e kosit janë më të mëdha kur shoqërohen me një stil jetese aktiv dhe një regjim ushqimor të balancuar. Në kombinim me aktivitetet fizike të rregullt, ky produkt i thjeshtë mund të kthehet në një aleat të fuqishëm për trupin dhe shëndetin tuaj. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos u mbrasur një nga videot tona të fundit. Faleminderit.